Horoskopi javor për datat 10 nëntor deri më 16 nëntor 2025. Dashi. Kjo javë sjell një valë energjie dinamike nga Marsi, duke fuqizuar ambicjet tuaja. Mund të ndiheni të detyruar të merreni me projekte që kanë qenë në plan të dytë. Mesi i javës mund të paraqesë një mundësi për të bashkëpunuar në një sipërmarrje që përputhet me qëllimet tuaja të karrierës. Ndërsa dielli kalon në për Akrep, ai ndriçon sektorin tuaj të rritjes personale, duke inkurajuar vetëdije më të thellë. Kushtojini vëmendje instinkteve tuaja më 13 nëntor, kur mund të lindë një zhvillim i papritur. Financiarisht, një fitim i vogël i papritur mund të rrisë kursimet tuaja. Megjithatë, qëndroni të kujdesshëm me blerjet impulsive. Marrëdhëniet me të dashurit mund të kërkojnë durim shtesë, veçanërisht rreth 15 nëntorit, kur keq komunikimet janë të mundshme. Besimi dhe hapja do të forcojnë lidhjet. Jepini përparësi mirëqenies fizike duke ruajtur një rutinë të ekuilibruar. Deri në fund të javës do të ndiheni të inkurajuar për të shprehur kreativitetin tuaj. Shfrytëzoni këtë vrull kozmik, dashi, dhe hartoni kursin tuaj me vendosmëri. Demi. Këtë javë ju fton të balanconi pragmatizmin me aspiratën. Me Venusin që hedh një aspekt të favorshëm, sharmi juaj është magnetik, duke forcuar lidhjet personale dhe profesionale. Tranziti i hënës në përvirgjëresh në fillim të javës mund t'ju nxjisë të menaxhoni detyrat e vona pa mundim. Më 12 nëntor, prisni lajme surprizuese në sferën tuaj të karrierës. Përshtatshmëria do t'ju shërbejë mirë. Marrëdhëniet thellohen ndërsa Venusi hyn në shigjetar, duke pasuruar dialogët me shtresa kuptimi. Kushtojini vëmendje sinjaleve delikate të një të dashuri rreth 14 nëntorit, të cilat mund të zbulojnë më shumë se sa fjalë. Financiarisht, zgjedhjet konservatore do të sjellin stabilitet. Prandaj rezistoni ndaj shpenzimeve impulsive pavarësisht ofertave joshëse. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në ushtrime produktive, pasi Marsi favorizon ndjekjet fizike. Reflektoni mbi qëllimet e rritjes personale dhe merrni në konsiderat përshtatjen e qasjes suaj. Ndërsa java përfundon, një qartësi e re fuqizon vendimmarrjen. Demi, shfrytëzoni këtë shtrirje qiellore harmonike për të forcuar themelet tuaja ndërsa përqafoni emocionin e rritjes. Binjakët. Përgatituni për një javë që rezonon me njohurit cerebrale dhe shkëmbime dinamike. Merkuri, planeti juaj sundues, përmirëson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë këtë një kohë optimale për të artikuluar plane dhe për të negociuar. 11 nëntori mund të zbulojë detaje kyçe për sipërmarrjet e ardhshme. Prandaj qëndroni të vëmendshëm. Ndikimi hënor i kësaj jave inkurajon një rishikim të projekteve krijuese të së kaluarës. Ajo që dikur duke e ndenjur tani ka potencial për ringjallje. Megjithatë, ndërsa Venusi përmirëson sektorin tuaj të marrëdhënieve, ecni me kujdes në ndërveprimet intime, veçanërisht më 13 nëntor, kur ndjeshmëria arrin kulmin. Vendimet financiare përfitojnë nga mendimi analitik. Shmangni nxitimin për kthime maksimale. Rutinat shëndetësore kërkojnë rivlerësim ndërsa energjia juaj luhatet. Ushqimi i ekuilibruar dhe pushimi i mjaftueshëm janë parsorë. Në aspektin shoqëror, ftesat e papritura më 14 nëntor mund të nxisin biseda ndriçuese. Ndërsa java përparon, binjak, përqafoni përshtatshmërinë, duke ju lejuar të ndryshoni pa probleme kur është e nevojshme. Deri në fund të javës do të gjeni qartësi në kompleksitet, duke i përshtatur ambicjet tuaja me një perspektivë të rifreskuar. Gaforria. Këtë javë zbulon një tapet eksplorimi emocional, të udhëhequr nga hëna ushqyese. Intuita juaj arrin lartësi të reja, duke ofruar njohuri të thella mbi dëshirat tuaja. Mesjava, kur hëna rreshtohet me Neptunin, lejoni që përpjekjet krijuese të lulëzojnë. Ndjekjet artistike do të gjejnë rezonancë. Prania e diellit në Akrep rrit përvoja transformuese, duke ju nxitur të zhyteni në çështjet e zemrës. Marrëdhëniet fitojnë thellësi, megjithse 12 nëntori mund të nxjerrë në pa dobësitë. Durimi dhe empatia janë thelbësore. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive. Planifikimi i kujdesshëm do të nxjisë rritjen. Sa i përket karrierës, mundësitë dalin në pah përmes përpjekjeve bashkëpunuese, veçanërisht rreth 14 nëntorit. Angazhimi me kolegët mund të sjellë përfitime të papritura. Shëndeti ka përparësi pasi Marsi përshpejton dëshirën tuaj për aktivitet fizik. Kanalizoni këtë vitalitet në regjime që ushqejnë mirëqenien. Së fundmi, reflektimi në vetmi sjell qartësi deri në fund të javës. Gaforria, përqafojeni këtë periudhë të vetanalizës dhe kreativitetit.
duke lundruar në peizazhe emocionale për të zbuluar të vërteta personale të rigjallëruara. Luani, ndes shkëndijën tuaj krijuese, të nxitur nga dielli i mirëdashës. Këtë javë, karizma dhe vrulli juaj janë asete të pamohueshme si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Me Marsin që energjizon sektorin tuaj të komunikimit, pohoni idetë tuaja me besim duke mbetur të hapur ndaj reagimeve. Rreth datës 12 nëntor, mund të ndodhë një përparim duke quar përpara një projekt kyç. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin e Venusit. Takimet romantike thellohen duke ofruar gëzim të papritur. Mbështetni një të dashur më 13 nëntor, kur prekja juaj empatike bën një ndryshim. Parashikimi financiar siguron stabilitet. Merrni në konsiderat investimet afatgjata në vend të tekave të përkohshme. Sa i përket shëndetit, mbani një qëndrim proaktiv. Përfshini regjime ushtrimesh të ndërgjegjshme që rifreskojnë shpirtin tuaj. Angazhimet shoqërore mund të sjellin kontakte frymëzuese, duke rritur rrjetin tuaj. Ndërsa java përfundon, vetanaliza zbulon shtigje të reja krijuese. Përqafoni trashëgimin mbretërore të Luanit, duke ndjekur përpjekjet me guxim dhe zemër. Duke vepruar kështu, prisni mundësi transformuese të përputhura me rrugën tuaj të ndritshme. Virgjëresha, përgatituni për një javë progresi metodik dhe vetanalize. Ndikimi i Mërkurit mpre aftësitë tuaja analitike, ideale për përmirësimin e projekteve. Në fillim të javës, përqendrohuni në organizim. Qartësia në mjedisin tuaj nxit paqen mendore. Kolegët mund të kërkojnë njohuritë tuaja rreth datës 11 nëntor, duke njohur qasjen tuaj të kujdesshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i sinqert. Shprehni nevojat tuaja qartë më 13 nëntor kur dinamika relacionale arrin kulmin. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm. Merrni në konsiderat rivlerësimin e strategjive të investimit për rezultate optimale. Çështjet shëndetësore përmirësohen ndërsa disiplina udhëzon zgjedhjet tuaja të jetesës, duke inkurajuar për të rritjen. Aspekti i favorshëm i Venusit rrit kreativitetin introspektiv, duke zbuluar ndjekje të reja. Në aspektin shoqëror, lidhjet e çmuara ofrojnë ngushëllim. Filloni dialogje kuptimplote për rritje të ndërsjellë. Ndërsa java përparon, ushtroni fleksibilitet në përshtatje me sfidat e vogla të punës. Virgjëresha, duke harmonizuar mençurinë tuaj praktike me njohuritë emocionale, do të gjeni një ekuilibër që nxit suksesin personal dhe profesional në të gjitha përpjekjet tuaja. Peshorja, kjo javë është plot me mundësi për të harmonizuar dëshirat tuaja të brendshme me realitetet e jashtme. Me Venusin që balancon me delikatesë sferën tuaj relacionale, komunikimi bëhet një temë kyçe. Angazhohuni në dialogje të sinqerta, veçanërisht rreth 13 nëntorit, kur qartësia thellon lidhjet. Profesionalisht, ndikimi i Mërkurit mpre aftësitë tuaja strategjike. Projekte që kërkojnë bashkëpunim do të përfitojnë nga prekja juaj diplomatike. Një perspektivë financiare mund të lindë në mes të javës, duke nxitur një vlerësim të kujdesshëm për të maksimizuar fitimet. Kreativiteti lulëzon ndërsa Neptuni rrit aftësitë tuaja imagjinative. Eksploroni këto prirje përmes rrugëve artistike për kënaqësi të thellë. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi mirëqenies mendore. Përfshini praktikat e vetëdijshme në rutinat e përditshme për të ruajtur ekuilibrin. Gjatë fundjavës, një ngjarje shoqërore mund të sjellë lidhje interesante, duke ofruar perspektiva të reja. Ndërsa java përfundon, përshtatni ambiciet tuaja me hirin e peshores, duke nxitur mjedise paqeje dhe kreativiteti. Besoni në këtë harmoni kozmike, peshorja që ju udhëzon drejt përmbushjes dhe qëndrueshmërisë. Akrepi, java që vjen paraqet një fazë të fuqishme transformimi dhe vetëzbulimi. Me diellin që banon në shenjën tuaj, ju jeni të mbushur me intensitet dhe fokus magnetik. Në fillim të javës, shfrytëzojeni këtë shtys për të arritur qëllimet e rritjes personale. Mundësitë për avancim në karrierën tuaj mund të shfaqen rreth 12 nëntorit, ku aleanca strategjike rezultojnë të dobishme. Marrëdhëniet marrin një aspekt edukues ndërsa Venusi nxjerr në pa intimitetin. Shprehni mirëkuptim rreth 14 nëntorit për të forcuar lidhje. Manovrimi financiar kërkon optimizëm të kujdesshëm dhe durimi do të zhbllokojë përmirësime të mundshme. Rutinat shëndetësore mund të përfitojnë nga rritja e aktivitetit fizik. Drejtoni energjinë tuaj të bollshme në stërvitje rigjallëruese. Ndërsa Marsi nxit shpirtin tuaj krijues, zhytuni në projekte që shfaqin aftësitë tuaja vizionare. Fundjava inkurajon vetanalizën, duke zbuluar njohuri mbi modelet e së kaluarës dhe aspiratat e së ardhmes.
Akrep, ndërsa rrymat qiellore ju udhëheqin, përqafoni transformimi me guxim, duke zbuluar shtresa mençurie dhe qëllimin në udhëtimin tuaj. Shigjetari. Këtë javë, shpirti juaj aventuresk lulëzon në ndikimin e gjerë të Jupiterit. Në fillim të javës, ndërsa Merkuri rrit qartësinë njohëse, planifikimi i udhëtimeve të ardhshme ose përpjekjeve arsimore bëhet i frytshëm. Një mundësi karriere mund të paraqitet, veçanërisht rreth 12 nëntorit, duke ndezur entuziazmin tuaj për sfida të reja. Marrëdhëniet lulëzojnë në mprekjen e Venusit. Gjeste spontane të dashurisë forcojnë lidhjet. Financiarisht ruani vigjilencën, pasi shpenzimet e papritura mund të kërkojnë vëmendje. Ndjekjet shëndetësore lulëzojnë. Eksploroni rutina të reja të mirëqenies që fuqizojnë vitalitetin tuaj. Bashkëpunimet rreth 14 nëntorit do të përfitojnë nga pikpamja juaj pozitive dhe aftësitë adaptive. Tranziti i diellit në Akrep nxit vetanalizën, duke rikalibruar qëllimet tuaja me depërtim filozofik. Lidhjet shoqërore prezantojnë perspektiva të ndryshme, duke pasuruar botëkuptimin tuaj. Ndërsa java përfundon, përqafoni optimizmin e shigjetarit në lundrimin e tranzicioneve, duke besuar në potencialin tuaj të gjerë për të kultivuar rritje dhe bollëk në të gjitha sferat personale dhe profesionale. Britsjapi. Kjo javë paralajmëron një kohë për rikalibrim strategjik dhe vendosmëri të ripërtërir. Në shikimin e disiplinuar të Saturnit, përqendrohuni në qëllime praktike që ankorojnë ambicjet tuaja. E hëna ju shtyn në veprim ndërsa produktiviteti arrin kulmin. Shfrytëzoni këtë vrull për të rindërtuar trajektoren e karrierës suaj. Deri më 12 nëntor, një përpjekje bashkëpunuese mund të hapë dyert për rrugë të reja progresi. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të vetëdijshëm. Adresoni shqetësimet në mënyrë konstruktive në mënyrë që mirëkuptimi i përbashkët të lulëzojë. Ndikimi i Venusit rrit mpretësinë tuaj financiare. Merrni në konsiderat investimet e ardhshme për rritje të vazhdueshme. Regjimet shëndetësore përfitojnë nga rutinat e disiplinuara. Jepni përparësi kujdesit për veten për të ruajtur energjinë optimale. Shkëmbimet shoqërore ofrojnë mundësi për rrjedhim të vlefshëm. Maksimizoni këto takime për përfitim të ndërsjellë. Ndërsa Marsi stimulon kreativitetin në fund të javës, eksploroni zgjidhje inovative për sfidat e vjetra. Britsjapi, përputhuni me natyrën tuaj elastike, duke përzier pragmatizmi me ambicjen për të hartuar një kurs të thellë drejt aspiratave tuaja, duke siguruar sukses dhe jetëgjatësi. Ujori, parashikoni një javë plot me stimulim intelektual dhe ndryshime progresive. Të fuqizuar nga Urani, përqafoni të pazakontat për të nxitur rritjen personale dhe profesionale. Në fillim të javës shfrytëzoni mundësitë për bashkëpunim. Idetë tuaja inovative do të shkëlqejnë në dinamikën e ekipit. 12 nëntori nxjerr në pah perspektivat e karrierës që përputhen me etosin tuaj të menduarit përpara. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimin e Venusit. Ushqeni lidhjet përmes përvojave të përbashkëta dhe dialogut të hapur. Financiarisht, zhvillimet e papritura kërkojnë buxhetim të kujdesshëm, duke kërkuar të balanconi spontanitetin me stabilitetin. Nga ana shëndetësore, eksploroni praktikat holistike që ruajnë ekuilibrin e brendshëm mes aktivitetit. Sferat shoqërore fuqizohen. Angazhohuni në dialogje që zgjerojnë perspektivat, veçanërisht më 14 nëntor. Fundjava frymëzon vetanalizën, duke ofruar njohuri mbi aspiratat dhe rrugët përpara. Ujori, besoni në vizionin tuaj unik, duke lundruar në ndryshime me qetësi dhe përshtatshmëri ndërsa krijoni rrugë drejt një të ardhmie dinamike, të rënjosur në zgjuarsi dhe lidhje njerëzore. Peshqi. Këtë javë, përqafojeni rrjedhshmërinë e ëndrave tuaja në ndikimin magjepsës të Neptunit. Në fillim të javës, njohuritë intuitive udhëheqin rritjen personale. Kapni këto zbulime për të nxitur përpjekjet krijuese. Me diellin që ndriçon sektorët transformues, mundësitë për thellimin e marrëdhënieve janë të shumta, veçanërisht rreth 13 nëntorit. Sinqeriteti nxit besimin. Profesionalisht, Merkuri rrit qartësinë në komunikim, duke i quar përpara projektet me saktësi. Vendimet financiare përfitojnë nga analiza e plot. Rezistoni ndaj nxitjeve impulsive për të siguruar sigurinë. Nga ana shëndetësore, ushqeni mirëqenien emocionale përmes praktikave meditative që rivendosin ekuilibrin. Ndërveprimet shoqërore zbulojnë rrjete mbështetëse. Reciprociteti në lidhje sjell shpërblime të ndërsjella. Eksploroni sipërmarrje artistike për të shprehur vizione të reja, ndërsa kreativiteti arrin kulmin në mes të javës. Deri në fundjavë, introspeksioni jep qartësi, duke zbuluar dëshirat e fshehura prej kohësh.
Peshqit, lundroni me hir këtë javë. Ndërsa rrymat intuitive ju udhëheqin drejt vetëzbulimit autentik dhe harmonisë së thellë ndërpersonale, duke balancuar ëndrat me realitetet e prekshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.